Nëse po shikon këtë video, mund të jesh një student ose një punëtor i thjesht. Do të bëj një pyetje, gjatë jetës tënde shkollore, a të kanë mësuar ndonjëherë kulturën e parave, si të investosh në tregjet financiare, si të kursesh para? Përgjigjja është jo. Dhe a i ke pyetur ndonjëherë veten pse? Pa para nuk mund të hash, nuk mund të pish dhe nuk mund të kesh një qati mbi kokë. Me pak fjalë, nuk mund të jetosh. Por nëse parat janë kaq të rëndësishme, pse askush nuk i mëson këto koncepte? Shkolla duhet t'i përgatisë studentët për jetën reale, por pse askush nuk mëson se si të ndërtohet një biznes i suksesshëm? Sistemi arsimor vendos shumë kufizime për mendjet e ndritura që duan të ndërtojnë biznese të suksesshme. Arsyeja është kjo: shteti dëshiron që ti të bëhesh një punonjës ose një mjek dhe të punosh për shtetin. Ndërsa sipërmarrësit nuk kanë askënd mbi vete, sepse mentaliteti i tyre i pasur i shtyn ata të mos ndjekin rregullat morale të shkollës dhe të ndryshojnë mënyrën e të menduarit për të pasur sukses në jetë. Shpreha studio që të diplomohesh dhe të kesh një pagë të mirë, u hy nga njëri vesh dhe u del nga tjetri. Sot dua të të ndihmoj në këtë drejtim dhe të të jap disa këshilla që do të të ndihmojnë të dalësh nga zona jote e rehatisë dhe të thellohesh në botën e financave personale. Në këtë video të re do të shohim konceptet kryesore që do të të ndihmojnë të mësosh të menaxhosh paratë tua, diçka që shkolla nuk e bën. Ndjekni pjesën e dytë në videon e radhës rreth edukimit financiar.